Lëvizja Vetëvendosje është konfirmuar sërish si partia e parë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit. Ajo ka siguruar plot 53 mandate në kuvend. Partia Demokratike e Kosovës është renditur e dyta me 22 mandate, kurse Lidhja Demokratike e Kosovës ka grumbulluar 135.563 vota, rezultat që i ka siguruar 18 ulse në kuvend. Ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 6.74% të votave, duke siguruar 7 mandate. Paragon Maliqi, bashkëpunëtorin e lartë në Qendrën për Europë në Këshillin Atlantik, rezultati i fundit zgjedhor mund të përshkruhet si një humbje relative për të gjitha palët dhe një humbje absolute për Kosovën. Ndërkaq komentatori politik Afrin Kasolli beson se këto zgjedhje kanë konfirmuar sërish LVV-n si fituese të padiskutueshme, pavarësisht faktit se e njëjta ka pësuar një tkurje elektorale në raport me zgjedhjet e 28 qershorit. Ndërkaq partitë opozitare, konsideron Kasolli, kanë dështuar që ta shfaqin veten se janë alternativë serioze në raport me partinë e pushtet, edhe pse vendi po përballet me kriza dhe bllokada institucionale për më shumë se 16 muaj. Problemi kryesor i partive opozitare, argumentoi mëtej Maliqi, është se ato nuk janë faktor homogen. Sipas Maliqit, partitë opozitare përveç AK-s po përballen me krizë lidershipi dhe kredibiliteti, që tashmë po përkthehet edhe me rënje votash brenda vet trupit votues tradicional, e që vështirë mund të ngjallë entuziazëm.